Energjia elektrike u shtrenjtu disa herë brenda pak viteve, po tash pritet me u shtrenjtu edhe uji. Njëra prej arsyeve pse ka me u shtrenjtu uji është sepse u shtrenjtu rryma. Nga janari i vitit 2026 pritet të shtrenjtohen edhe faturat e ujit. Pra nëse brenda pak viteve jeni prekur 2-3 herë nga shtrenjtimi i rrymës, bëhuni gati që nga janari i vitit 2026 të paguani me shtrenjt edhe për shërbimet e ujit. Gazeta Nacionale fillimisht ka marrë informacion se në takimet që janë zhvilluar nga autoriteti regulator për shërbimet e ujit me kompanitë rajonale të ujësjellësit është propozuar që prej janarit të vitit 2026 tarifa për shërbimet e ujit të rritet për 40%. Pra nëse fatura e ujit deri tash ju ka ardhur 10 euro në muaj, nga viti tjetër do të paguani 14 euro në muaj. Nëse ju ka ardhur 100 euro në muaj, atëherë do të paguani 140 euro në muaj. E të mos flasim për faturat më të shtrenjta të bizneseve. Nuk dihet ende nëse shtrenjtimi do të jetë fiks për 40%, por së paku kështu është diskutuar në takimet e hapura që i kanë mbajtur autoriteti regulator për shërbimet e ujit me kompanitë rajonale të ujësjellësit. Takime këto që kanë qenë të hapura edhe për publikun. Në këto takime, kompanitë rajonale të ujësjellësit kanë bërë propozime për shtrenjtimin e ujit me arsyen se është rritur edhe çmimi i energjisë elektrike dhe se kompanitë tashmë kanë dalur në tregun e lirë. Autoriteti regulator për shërbimet e ujit, pra ARUja, është njëjtë sikur ZRE-ja për energjinë elektrike. Aty kompanitë rajonale të ujësjellësit i çojnë propozimet e tyre për rritjen e tarifave për shërbimet e ujit, e ARUja i analizon edhe del me një vendim. Për që do të ketë rritje të tarifave të ujit, na është konfirmuar edhe nga vet ARUja, të cilët i kemi pyetur nëse tashmë është marrë vendimi për rritje të tarifave për 40%. Ne jemi në proces të shqyrtimit të aplikacioneve tarifore dhe vendimi do të merret pas analizës përkatëse. Urdhëresa tarifore për periudhën 2026 deri 2028 do të jenë gati dhe do të publikohen me 31 dhjetor 2025. Vendimi pra do të publikohet me 31 dhjetor të këtij viti, në ditën e fundit të këtij viti, rreth 2-3 ditë pas zgjedhjeve që do të mbahen. Kështu që e keni me të drejtë si qytetarë me i pyet ata që i votoni se çka kanë me bëu për rritjen e tarifave të ujit. Kush na siguron që do të kemi ujë 24 orë edhe pas kësaj rritje? Është mirë që këtyre pyetjeve më u dhon përgjigje para zgjedhjeve që do të mbahen. Ndërkas, kur e kemi pyet ARU-n sa do të fillojë aplikimi i këtyre tarifave të reja nga janari i vitit 2026, të njëjtit na kanë thënë se po, tarifat e reja do të fillojnë nga janari 2026 pas përfundimit të procesit të shqyrtimit dhe miratimit të tarifave. Sa do ndikojë rritja e tarifave për shërbimet e ujit, pastaj në rritjen e çmimeve edhe për shërbime tjera, për shembull sikur pastrimi, kjo mbetet të shihet gjatë vitit 2026, nëse veç deri tash nuk është marrë ndonjë vendim tjetër, e se do ta marrim vesh si surprizë në natën e vitit të ri, sikur ky vendimi për shtrejtimin e tarifave për shërbimet e ujit. Prej Gazetës Nacionale kemi provuar me kontaktu disa kompani rajonale të ujësjellësit me marrë vesh çka ka qenë propozimi i tyre, sa përqind kanë kërkuar prej ARU-s me u rrit çmimi i tarifave për shërbimin e ujit, por deri në publikimin e kësaj video nuk kemi pranuar ndonjë konfirmim ose përgjigje prej tyre.